Historia e Selman El Farisi, një udhëtim frymëzues drejt dritës. A jeni gati të frymëzoheni nga një histori e jashtëzakonshme besimi dhe këmbënguljeje? Historia e Selman El Farisi është një dëshmi e fuqishme e kërkimit të sinqert për të vërtetën. Selman El Farisi, i lindur në një familje të pasur persiane, braktisi rehatin dhe sigurinë për të ndjekur një rrugë të vështirë drejt njohjes së Zotit. Udhëtimi i tij nga zoroastrianizmi drejt krishterimit dhe më pas drejt islamit është një shembull i guximit dhe vendosmërisë. Udhëtimi i Selmanit na mëson se kërkimi i sinqert për të vërtetën, pavarësisht sfidave dhe sakrificave, është i vlerësuar nga Zoti. Ai na tregon se besimi dhe këmbëngulja janë çelësi për të gjetur dritën e vërtetë. Historia e Selmanit është një burim frymëzimi për besimtarët, studentët, historianët dhe të rinj. Ajo na inkurajon të kërkojmë vazhdimisht njohuri, të sfidojmë bindjet tona dhe të mos heqim dorë nga kërkimi i së vërtetës. A jeni të frymëzuar nga historia e Selman El Farisi? Ndani këtë histori me të tjerët, diskutoni mësimet e saj dhe le të shërbejë si një kujtesë e fuqishme e rëndësisë së kërkimit të sinqert për të vërtetën. Abonoheni për më shumë histori frymëzuese dhe bëhuni pjesë e një komuniteti që vlerëson njohurinë dhe besimin.